Okej, se hojo fundja Shqipëria në intereson. Problemi është që ke plotësisht drejt atë që thatë për median, që median vend që diskutoj problemet reale dhe me vlera dhe të ballafaqohet me atë çfarë po ndodh, media është futur gjitha në nuk e di, është strategji apo është dobësi apo është ignorancë e medias, nuk di ta shpjegoj. Apo kështu dhe media rrin fuqi me gjithë politikën, por pensionet nuk shesin është fut në banalitetin e parlamentit dhe të politikës, që domethënë është sinqerisht është bërë neveri dhe nuk ka as i vlerë më. Kështu që edhe vetë debatet janë debate pa bukë. Këtë plotësisht së drejtë, edhe për tema tjera, kjo është një temë që është për median, po ndoshta herë tjetër. Megjithatë, ju thatë ato se që mund t'jenë të mundshme për ta qetësu gjendjen në një farë mënyrë ose për të bërë një hap pozitiv. Po kush mund t'jenë skenaret më të këqij aktualisht? Skenari më i keq aktualisht nga ai i cili friksohen të gjithë është ndoshta fakti që Irani ndoshta nuk është afër prodhimit të bombës bërthamore, por ndoshta e ka arritur dhe e ka gjatë tashmë bombën bërthamore dhe e ka dhe aftësinë për të goditur. Dhe ajo që i mban të gjithë në ankth ndoshta në këto orët e fundit është jo fakti se a do të godasi Irani mbrapsht, pra do të kemi një akmarrje, por më tepër se sa shkalla e prekjes së një sulmi nga ana e Iranit apo edhe niveli i shkatrimit, nëse ky do të jetë një shkatrim nuklear bërthamor, nëse do të shikojmë edhe kapacitetet e të gjitha pajisjeve ajrore që ka Irani, rrezja e tyre e goditjes mund të arrijë deri në Kipro, Greqi apo shumë afër Shqipërisë. Kishin 2000 raketa për Europën. Kishin shumë. Ndaj mendoj që e gjithë kjo pikpyetja apo ja zhvlerësojmë apo ja shkatrojmë ne programin bërthamor i Iranit, ndoshta duket sikur në fakt është një hiç i madh, një iluzion, pasi Irani mundet edhe ta ketë krijuar bombën bërthamore dhe frika më e madhe është frika e një sulmi nuklear, edhe pse unë mendoj që një sulm nuklear do të ishte një shkatrim mutual destruction, pra do të ishte një shkatrim i gjithëfisht edhe i dy anshëm dhe nuk do të kishte një fitues në fund. Megjithatë, përveç kësaj, ajo që un kam frikë dhe po shikonim edhe në Natanz është nëse do të jemi afër një Çernobilit të dytë, nëse do të kemi një radioaktivitet apo një rrjedhje biokimike e cila do të shkatrojë popullsinë për vite me radhë. Në këtë sens mendoj që të gjithë skenarët më të këqij nuk janë skenarë që vinë nga Ukraina dhe Rusia tashmë, por ata që vinë nga Irani më tepër. Pasi mendoj që për momentin Putin është pak i qetë dhe po vazhdon atë revanshin e tij dhe ka hapësirën dhe luksin për të marrë territor dhe ato që do. Dhe do ta tolerojnë. Dhe me sa duket po e tolerojmë, do territorin, merr territorin, Krimeja nën-zë u tha që do të njihej edhe de jure, edhe pse kjo do të ishte një fatalitet jo vetëm për Ukrainën, por edhe për vetë Aleancën Transatlantike. Edhe për vetë precedentet që mund të krijojnë të ardhmen. Precedent, ne e kemi ngjitur kufirin ton, ende nuk i dihet fati i Kosovës, ndaj mendoj ndonjëherë që politikanët duhet të shikojnë pak dhe të mësojnë se çfarë po ndodh andej. Palestina kishte diku te 130 njohje ndërkombëtare dhe ja ku është sot, Kosova ka vetëm 104, nuk e di, e ka arritur 110, ndoshta, nuk e di, dhe ende mos të bëjmë atë të fortin e lagjes. Jo, këtu mësollet edhe një pyetje tjetër, domethënë që pastaj do të kthehemi prapë ke fundi, në këtë panoramë që kemi sot, Irani, Ukraina, si sa dhe lindja e largët, tashti Ballkani, Kosova akoma e pa konsoliduar, e kemi pa qeveri për sa u bëu 2-3 muaj. Po, plus në anën tjetër si përgatitje ushtarake, ne nuk jemi më të fortë, në kundërt jemi më të dobët të rajot. Dhe fëmijët tanë Serbia
mund ta shfrytëzoj fare mirë duke pas parasysh që ka dhe Rusinë aleate, jo aleate, po e qun vllajën e madh. Dhe vëmendja, siç thatë ju, vëmendja e NATO-s dhe e Shteteve të Bashkuara, fuqive të mëdha, do të toleroj për shkak një marrëveshje më të madhe që mund bëhet për Iranin, atëherë ku jemi ne? Sa të përgatitur jemi ne? Qoftë si politikë brendshme, siç thatë ju, lidhe me përgatitjen ushtarake, qoftë si politikë kombëtare edhe me Kosovën, kur ne nuk kemi ura komunikimi, duket si qeveri sot. Po, shumë e trishtë kjo panorama e 2025-s, do thoja unë, edhe pse ka viti që ka filluar, por për ta filluar me Ballkanin, kemi edhe një opozit që me zi pret bëhet në iqamet, pikërisht. Një opozit që nuk e kemi. Nuk e kemi, po me zi pret bëhet qameti, ajo që dalin nga rënohet e qametit si fitimtare. Mendoj që vendi më i pashpres, me sa duket edhe aktorët apo fuqitë ndërkombëtare nuk e kanë shumë prioritet, siç është Bosnia Hercegovina, mund të themi që është pak pashpres në sensin që Dodik ka një influencë të madhe dhe ka një sentiment për rus dhe serb shumë të fuqishëm. Nga ana tjetër, ajo që ndodh me Serbin duhet marrë më seriozisht se ç'a duam ta shohim apo ta shesim ne si jo vetëm si Shqipëri, po si komp, Shqipëri dhe Kosovë. Themi gjithmonë që Vučić po e përdor këtë narrativën dhe propagandën e konfliktit për të qëndruar në pushtet. Por nga ana tjetër nuk duhet harrojmë asnjëherë të gjitha këto marrëveshje ekonomike që bëhen në tavolinë me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian flet për këtë politikën e gjelbër, klimën, mbrojtjen e mjedisit dhe ndërkohë bën marrëveshje me Serbinë për minierat e litiumit. Dhe litiumi, kjo ishte ja vetëm kjo, po edhe Elon Musk e kishte një nga qëllimet e veta për litiumin, sepse ai nuk mund të furnizojë bateri dhe i bie gjithë Tesla. Dhe për më tepër, përveç Teslës, por për Trumpin është prioritet sepse zhbalancon edhe krijon këtë independencën nga Tajvani apo edhe një kundërbalancë me Kinën. Kështu që mendoj që ka një interes ndoshta shumë për te real politikës, për një interes aq financiar dhe pragmatist, aq që Serbia deri diku është në një situatë komode. Pra, është gjithmonë shtrëngo dhe liro me Bashkimin Evropian, po kur do të heqë sanksionet, jep litiumin, jep diçka. Shive dhe investimet më të mëdha janë në Serbi, në rajon. Janë në Serbi. Dhe ndoshta duket sikur nuk jemi kështu pro Kosovës apo kombëtar, por duhet jemi pak realist. Dhe ka ardhur momenti që dhe në Kosovë të shkundet pak elita politike dhe të kuptoj që përballë një litiumi dhe një të mirë financiare, Kosova s'është asgjë. Kështu që jemi në pikpyetjen e madhe, a do të dëgjojmë çfarë duan ndërkombëtarët, a do t'i japim Amerikës trepçen, do t'i ofrojmë diçka për Trump, nëse ti nuk sjell asnjë gjë në tavolinë, pra what you bring on the table, ti je askush. Por lëre moralin, edhe se s'kemi as forcën për të bë moralin, se ai që ka forcën e bë dhe moralin vetë, bë dhe drejtën vetë. Ne na i kanë dhënë pavarësinë e dy shteteve të huajt, kështu që të rrimi çik më ashtu dhe të rrimi më drejt, se ajo që thatë ju për litiumi nuk është puna është e drejt apo s'është e drejt, por problemi është që realiteti politik është ky dhe lufta është për tregje financiare dhe përfitime financiare në fund. Lëre moralin, nuk ka, përderisa bëhet luftë nuk ka më moral, përderisa vritet njeriu nuk ka më moral.